Tani, nëse jemi të ftuar, domethënë pijet në shtëpi, verën e tjerë i zgjedhim vetë. Dhe ndoshta jemi më të kujdesshëm momentin që i blejmë për leximin e etiketave apo për markat e preferuara që mund të kemi. Nëse jemi në restorant apo të ftuar në një ambient tjetër, do duhet të pranojmë le të themi atë që na serviret. Jo, po dhe restorantet tashmë kanë edhe të japin një lloj shpjegimi, kanë informacionin e dur, edhe nëse do konsumosh verë të bardhë apo verë të kuqe, ose në një birë, nuk ka rëndësi, ose pije jo alkolike, të japin një informacion. Okej, çfarë këshillon të zgjidhet? Ajo që unë them, që nëse ne jemi deri në orën 12 në familje dhe kemi konsumuar verë, domethënë kemi ardhur nga bira, verë e bardhë, verë e kuqe, nëse do kalojmë në një, ose kemi pirë në shtëpi një destilat me volum përqindje shumë të lartë alkooli, ne nuk mund të shkojmë. Përqindje lartë mbi sa? 40% volum, alkolet si whisky, si gjini, si të gjithë këto pijet alkolike me përqindje më të lartë, nuk mund të shkojmë nga gjini që kemi pirë në shtëpi ose vodka, s'ka rëndësi ose whisky dhe të shkojmë pastaj të pimë verë. Kjo është një gabim shumë i rëndë për trupin e njerëzit. Dhe atë them, nëse ne kemi vazhduar me një verë që kemi kaluar me një gradë alkolike 14%, ne do ta vazhdojmë pak më lart, se ajo ulja poshtë të penalizon në sistemin. Dhe fillon dhe rrite, por jo të konsumosh pafund. Nëse në shtëpi e kemi mbyllur me verë dhe do shkosh në një vend me muzikë, do konsumosh një destilat, është shumë normale.